Pas një pushimi 3 mujor, sërish nxënësit ju janë kthyer bankave shkollore për fillimin e vitit të ri shkollor, që ka filluar sot në të Republikën e Serbisë. Edhe në shkolla fillore dhe të mesme në komunë të Preshevës, sot ka filluar procesi i ri shkollor për të gjithë nxënësit e shkollave. Për disa është hera parë që ulen në bankat shkollore e për disa e para që futen në shkollën e mesme pra të vitit të parë. Me të razila, profesori Reshat Musliu mori ditarin e tij dhe hyri tek nxënësit e vitit të parë për të njoftuar me ta. Ekipi Radio Televizionit Arti sot qëndroi në institucionet shkollore në komunën të Preshevës për të parë përsa afërmi se ka filluar procesi shkollor. Ne në fillim ishte në gjimnazin Skënderbeu në Preshev, ku morën në prononcim drejtorin e kësaj shkolle zotri Nader Sadiku. Sot është dita parë për nxënës për këtë vit shkollor. Vitin shkollor 2016-2017 që ka filluar sot, ne si drejtori e shkollës kemi filluar përgatitjet me mbarimin e vitit shkollor 2015-16. Punë të cilat i kemi kryer gjatë pushimit veror, kur nxënës kanë qenë në pushime, kanë qenë ngërqerosja disa objekteve të cilat s'kanë qenë të ngërqerosura vitin e kaluar. Ju e dini se kemi pasur një donacion të karrikave dhe bankave, si dhe disa drasa, të cilat i kemi vendosur në për paralele. Po ashtu, një numër të karrikave dhe bankave me buxhetin tonë të komunës që kemi ndrruar mbështetësit dhe ulësit, dhe një punë të madhe e kemi bëhe në zgjerimin e zyreve, siç po shohni, kjo është një ambient i ri ku unë si drejtor ju vendos, në të cilin rast zyrën e mëhershme janë vendos pedagogë dhe psikologi për atë se kanë qenë edhe ata një hapësirë shumë të vogël dhe ju ka mundsuar ndihmësave që ta ketë një hapësirë në kuadër të shkollës. Edhe sa është numri i nxënësve në regjistrimin e këtë vit? Numri i nxënësve për këtë vit shkollor për klasën e parë është 210 nxënës. Dhe janë 4 nxënës në gjuhën serbe. Do thotë 7 paralele janë në gjuhën shqipe dhe një paralele në gjuhën serbe. Kurse numri i nxënësve të klasëve tjera 2-ës, 8-ës dhe 4-ës është i njëjtë si vitet e kaluara. A mund të thoni se ka ngritje apo rënje të numrit të nxënësve, po dim se çdo vit është shqetësim i njëjtë pra për rënjen e numrit? Momentalisht në gjimnaz dhe me vendimin e ministrisë për këtë vit shkollor, do thotë 2016-17, kanë qenë të lejuar 7 paralele dhe ato janë plotësuar. Numri i nxënësve edhe këtë vit mendoj se nuk është zvogluar, po pritet që vitet e ardhshme numri i nxënësve të zvoglohet dhe shohim se si të veprojmë me teknikën që ta mbajmë në gjimnaz numrin standard dhe 7 paralele. Me vitet të tëra shkollat shqipe pra në Preshevës përballen me mungesë të teksteve, problem që me vitet të tëra pra përmendet, apo do të thonë se këtë vit njëjtë edhe këtë vit shkollor si vitet tjera në shkollën e mesme në gjimnazin Skënderbeu, nxënës nuk kanë tekste. Mendoj se në këtë drejtim kemi ngesë si shoqëri, ka ngesën Këshilli Nacional, po ashtu edhe organet komunale. Edhe mendoj se brenda këtij viti shkollor do të angazhohen që për vitin e ardhshëm nxënës të kenë tekstet, se përndryshe shpjegimi, gjithsesi aftësimi i nxënësve me shënime dhe me tekstet që nuk janë të lejuara, nuk mund të arrihet nivel i lartë arsimor. Po nga ana kuadrit sa është i përgatitur? Kuadri në gjimnaz është 100% i kualifikuar, pos në lëndën e gjuhës serbe që japin mësim punëtor që nuk janë të kualifikuar, prej gjuhës shqipe e deri te edukata fizike janë të kualifikuar dhe mendoj se këtë drejtim nuk kemi ngesë. Ne si ekipi Radio Televizionit Arti qëndruan dhe në shkollën fillore profesori Ibrahim Kelmendi ku morën në prononcim drejtoreshën e këtij institucioni shkollor zonja Besa Sahiti. Zonja Sahiti për Radio Televizionin Arti tha se procesi mësimor ka filluar me kohë. Ne si drejtori kemi bërë të gjitha përgatitjet për të filluar mësimi i rregullt mësimor. Ju përshëndes për vizitën që na keni bërë, pra, dhe ma japni mundësinë që të përshëndes edhe opinionin edhe të gjithë. Sot pra është dita parë e shkollës që i ka ra të enjtën, jo të ehën, pra. Dhe si çdo vit shkollore, ne drejtoria me të gjithë punëtorët që jemi këtu, mundohemi që shkollën nxënësit arsimtarët ta gjejnë në rregull, pra. Dhe kemi dhënë maksimumin për ta gjetur ata. Kemi bërë pastrimin e shkollës, gëlqerosjen, kemi ndryshuar diçka që kemi pasur mundësi me mundësitë tona. Sot cikli i lartë ka filluar para dite,
ndërsa cikli ult do të vazhdojë mbas dite. Si çdo vit, edhe këtë vit ka ra numri i nxënësve. Pra, vitin e kaluar kemi pasur 79 paralele, ndërsa si vjeti kemi 76 paralele, që shihet me njerë një numër që ka ra, pra numri paraleleve, numri i nxënësve, por kuptohet që janë paraqitur edhe teprica teknologjike, që është dashur të radhitim në shkollat e tjera. Sa është numri i përgjithshëm nxënësve që vijojnë këtë vit dhe sa është numri i atyre që kanë hyrë për herë të parë në ballën shkollore? Pa. Këtë vit shkollor na kemi rreth 1600 nxënës, por nuk është numër përfundimtar, sepse ka lëvizje. Na vinë nxënës, po dhe na shkojnë. Ka nxënës që po marrin edhe fletë shpërngulje, po shkojnë në Kosovë, në Prishtinë, në shtetet e jashtme. Nuk është definitiv, por rreth 1600. Ndërsa në vitin e kaluar i kemi pasur mbi 1650 nxënës. Pra, në vitin e kaluar kanë qenë 8 paralele, në klasën e 8 kanë qenë 12 paralele, që nuk do të vinë asnjëherë, pra 12 paralele. Ndërsa klasët e para, fillestarët, deri tani pedagogja shkollës ka bërë testimin e 162 nxënësve. Pra, që 120 janë të radhitur në qendër, të tjerët janë në fshatrat, paralelet e ndara në Zhuric, Tërnav, Norç dhe stacione Kurrëdor, që shihet rënje. Pra, në vitin e kaluar, këto mësueset që kanë pas klasë e 4 kanë qenë 6 paralele, ndërsa si vjet janë 5 paralele. Ato që i kanë marrë klasë e para janë pra 5 paralele janë formuar, një paralele nuk është mangut, pra një mësuese është tepër një mësues, po fatmirësisht e kemi radhitur në një paralele tjetër ku e kemi mësuese në pushim mjekësor. Pra, shkolla juaj ka paralele pra në fshatin Zhënic, në stacionin Kurrëdor dhe në fshatin Norç. A ka filluar edhe atje me kohë? Po, edhe atje, sot kemi bërë edhe vizite edhe në paralelet e ndara, pra, edhe aty jemi munduar që t'i bëjmë kushtet si këtu në qendër edhe atje. Mësimi ka filluar edhe aty me rregull, arsimtarët kanë qenë aty në kohë, nxënësit të gjitha ato, pra si në qendër edhe në fshatra ka vazhduar, si me thënë, ka mësimi në rregull. Detresht, çdo vit përsëritet një njëjti problem për gjithë shkollat shqipe në Lugin Preshevës, mungesa tekstave, pra nxënësit s'kanë si çfarë të vënë në bankat e tyre. Po. Edhe këtë vit i ka prekur shkollën tuaj mungesa tekstave shkollore. Po, besoj që situata është si vitet e kaluara. Nuk kemi ndonjë zgjedhje të ndonjë testit. Sa jam e informuar unë është kjo testi i klasës 5 të biologjisë që ka dalën për nga votimi, pra. Edhe 1-2 teste tjera, sa jam e njoftuar unë, kimia më duket edhe fizika që kanë dalë, që janë më tepër, pra. Por është një problem se vitin e kaluar, Ministria e Arsimit, ne me kërkesën tonë, na ka sjellur tekste falas. Po si vjet deri tani s'na ka ardhur asnjë tekst. Plotësimin ato që është dashur ne i kemi kry, por nuk kemi informat a do të na binë ato tekste falas ajo, kështu që jemi në dilemë për t'i porositur prindët për mi ble librat. Kështu që i kisha porosit prind javën e parë, do të thonë një e prind, po dhe java tjetër në të presin, ta shohmë a do të na sjellin ato tekstet falas, sepse për shkak t'i blejnë 2 herë nëse na bin ato falas, edhe java tjetër që vjen le të presin, pastaj mësuesit arsimtarët i njoftojnë a duhet t'i blejnë librat apo jo. A mungesa teksteve, e dini cilët tekste na mungojnë, historia, geografia, arti, muzika, gjithmonë pra ku preket çështja jonë kombëtare, ne kemi mungesë të teksteve, por përveç që është problemi neve drejtorëve që duhet ta zgjidhmi këtë problem, kjo është më shumë problem politik. Për këtë duhet të angazhohen më shumë strukturat politike, që njerët edhe Këshilli Nacional, dhe ne drejtorët do ta kemi shumë ma lehtë së bashku me arsimtarët. Drejtoresht sot për t'i uruar fillim e vitit shkollor edhe kryetari i komunës, po ashtu edhe Sonja Ardita Sinani, kryetari i Kuvendit. Sa e gjetet përkrahje nga pushteti lokal për të ndihmuar si institucion shkollor? Për herë të parë që jam unë drejtor, vinë një ditë parë të vitit shkollor kryetari të na vizitoj. Për mua ishte një surprizë shumë e mirë. E nuk ka qenë praktik më? Nuk ka qenë praktik, nuk ka ardhur asnjëherë. Kryetari i kaluar mos ka pas interesim fare për shkolla, nuk e di pse s'ka ardhur këtu.
Tash mua më erdhi shumë mirë që ishin këtu dhe besoj që do të kemi marrëveshje, do të kemi përkraje nga pushteti aktual që është, sepse ju e dini që edhe gjithë opinioni e din që shkollat varen komplet nga komuna, nga pushteti, nga kuvendi, nga gjitha na s'kemi të ardhurat tona, kështu që sa të na japin ne aq funksionojnë pra. Gjithë shka funksionon me të holla. Çdo e mirë që bëhet në shkolla, në shtëpi, gjithkohë pa të holla s'mundemi të bëjmë asgjë. Pra është një vizitë shumë e mirëseardhur nga ne, edhe nga kryetari, edhe nga kryetaria e kuvendit. Po nga ana e kuadrit sa një të përgatitur, sa është kuadri profesional për të fituar, për të startuar pra një proces mësimor nga mësimor? Deri tani kemi kuadër profesional, gati 95% të kolektivit vetëm i kanë vendimin të kohë të pacaktuar, pra. Po edhe ata që janë në kohë të caktuar që është një numër shumë i vogël, sepse orët po zvoglohen edhe s'ka mundësi për punësime të reja, që më vjen shumë keq nga studentët që mbarojnë vitin edhe këtu vinë rrallë të unë të kërkojnë punë dhe vjen shumë keq që unë s'munden t'ja kry punën këtyre, s'kisha pas dëshirë gjithë punësohen. Po, kështu janë rrethanat mundësitë tona. Faleminderit dhe sukses. Faleminderit edhe nga ju që bërët vizitë shkollën tonë. Për t'ju uruar fillim të mbarë të mirë shkollor, erdhi të vizitoj kryetari i komunës së Preshevës zotëri Shqipërim Arifi, i shoqëruar me kryetaren e kuvendit komunal, zonjën Ardita Sinani. Ata fillimisht erdhën në gjimnazin Skënderbeu në Preshev, ku takuan me drejtorin e këtij institucioni shkollor, zotërin Ader Sadiku, ku ai i shoqëruar me drejtorin vizituan klasat përsa afërmi dhe punën që është punuar në këtë institucion shkollor, si nga infrastruktura të tjera. Është një kënaqësi jashtëzakonisht shumë e madhe që edhe në cilësinë e kryetarës kuvendit dhe bashkë me kryetarin e komunës të jemi prezent në gjimnazin Skënderbeu. Ku e dim se gjimnazi Skënderbeu për momentin unë jam krenare dhe që jam pjesë e punëtorëve të këtij institucioni, me qenë se është një institucion mund të them edhe akademik, është kënaqësi jam e para krenare që jam pjesë e këtij institucioni, por sot në cilësinë e kryetarës kuvendit do t'i urojmë erdhëm që t'i urojmë nxënësit për fillimin e vitit 3 shkollor. Vizita do t'jetë edhe në shkolla tjera. Ne dim se si pushtet lokal me mjetat me cilat ne i disponojmë në buxhetin e komunës Preshevës, ndoshta nuk e kemi bërë të gjitha përgatitjet e duhura për të filluar procesin e ri, vitin e ri akademik, por shpresojmë se në përbilimin e ardhshëm për vitin tjetër shkollor, shpresoj që do t'jenë të gjitha përgatitjet e duhura të jenë në nivelin më të mirë të mundshëm, ashtu si meritojnë nxënësit. Unë i uroj si drejtorëve, si profesorëve, si nxënësve urimi vitin e ri shkollor, suksese dhe punë të mbarë. Për pikë së pari, unë du për një start i uroj nxënësit, mësuesit, drejtoratin, për vitin e ri shkollor, si vjetë. Ne jena në një pozitë, në një situatë, e cila me ato mundësitë të cilët na janë trashëguar, kena bërë më të mirën të mundshme për shkollën Skënderbeu. Ne sot i vizituam edhe kabinetet të cilat janë pajisur me donacione nga Gjermania. Nxënësit tani dalë nga dalë për vërejnë edhe nga obori i tij që është rregulluar me projektin i cili është implementuar javët e fundit, që disa ndryshime kanë ardhur edhe në këtë shkollë. Ne jena të kënaqur me këtë të cilën ne kena arritur deri tani, nuk jena të kënaqur me nyjet zanitare, të cilët ende nuk janë rregulluar për arsye se ndrimi i qeverisë dhe mjetet financiare nga Ministria për shkollën Skënderbeu janë vonuar të dyja, kështu që edhe kjo është në proces më sipër. Për neve, unë e thash edhe pak më herët në një klasë, për neve është shumë e rëndësishme që nxënësit të marrin edukimin e duhur dhe t'jenë edhe ashtu të përgatitur që nuk kanë vetëm aspektin arsimor të përsosur, por edhe aspektin edukativ, pasi që ne kemi një institucion i cili është edukativ dhe arsimor. Dhe kërkojmë që si nga nxënës, po si edhe nga mësues të paragjallësia të viteve të fundit të cilat kanë qenë të stopohen dhe të përcjellet mësimi, mos të largohen nga mësimi dhe të jenë sa më të koncentruar që të përfitojmë sa më shumë dije për më përsos vetëm për të ardhmen. Na kena planifikuar disa gjëra tjera, kena planifikuar edhe vijet e bardha të
para shkollës që të vizatohen edhe një herë, sikur para kësaj shkollës edhe para qenave shkolla. Kena nisë edhe sot aksionin për qenet e ndëcak, jena të imbellë qenet e ndëcak. Po mundohemi të krijojmë me këtë koalicion një atmosferë për brenda, por edhe për rreth shkollës, e cila ja lehtëson nxënësit ta marrë atë dijen të cilën kanë nevojë. Po fillimin e vitit 3 shkollor, sot ishte kryetari i komunës dhe kryetaria kuvendit, që të urojnë nxënësve dhe arsimtarëve një vit 3 të mbar, që të jetë një vit i suksesshëm i punës. Unë jam i kënaqur si drejtor, sot një vit e kam marrë mandatin si ushtrues i detyrës në Gjimnazin Skënderbeu, për këtë vit që arritëm të rregullojmë oborrin e shkollës mesme teknike dhe gjimnazit, po ashtu gjatë pushimit veror, gjatë përgatitjes për vitin e ri shkollor, kemi arritë të bëjmë edhe hapësira të reja për vend, për zyrat të drejtorit, pedagogut dhe ndihmësve. Jam i mendimit se në të ardhmen duhet një angazhim më i madh nga institucionet komunale që kushtet e nxënësve të përmirësohen, nyjet sanitare të rregullohen, normal kulmi është ende në gjimnaz teknik vitin e kaluar është ndrruhe, janë qegullat azbestit ende dhe disa punë tjera të cilat do të mendoj me buxhetin e vitit tashëm do t'i parashohim që për vitin e ri, për tashmin 2017-18 kemi kushte edhe më të mirë. Arifi vizitën e tij e vazhdoi në shkollën e mesme teknike Presheva, ku u prit nga drejtori i këtij institucioni shkollor, Islam Yusufi. Kryetari Arifi më pas qëndroi në shkollën fillore Profesor Ibrahim Kelmendi, ku u njoftua nga drejtoria e kësaj shkolle se me çfarë problemesh ka filluar procesi mësimor. Kryetari Arifi së bashku me zonjën Sinani qëndruan edhe në ente parashkollor 8 marsin në Preshev, ku pritën nga drejtoria Shaqirës Senavere Shaqiri dhe edukatorët e kësaj shkolle, ku kryetari Arifi u njoftua për së afërmi me kushte që mësojnë dhe punojnë edukatorët me fëmijët me qëndrim ditor. Mas pari shfrytëzoj rastin të falenderoj vizitën e kryetarit që sot gjeti kohë të vizitoj institucionin ton edhe punëtorët e entit, po ashtu edhe fëmijët e komunës Preshevës. Si çdo vjet edhe na si vjet jemi përgatitur mirë, gjatë gjithë verës kemi qenë të kyçur në rrjedha për me përgatitur edhe objektin edhe punëtorët ka qenë gjithë të angazhuar të fillojmë këtë vit shkollor sa më mirë. Edhe ashtu kemi fillu. Sot kemi pas vijimin me orar të rregull, kanë vijuar të gjitha moshat e fëmijëve, duke filluar prej moshës 0 e gjerë të grupet parashkollore. Është i kënaqshëm shumë, por presim prapë që do të na vinë çdo ditë, ma tepër presim të na vinë fëmijë në regjistrim të 2 grupeve, edhe parashkollorëve dhe tërditor. Sot për sot nuk kanë ardhur ndoshta bashkë gjithë që duhen marrë, po kanë qenë gjysa ma tepër. Edhe disa ditë të para është adaptimi, për atë edhe momentalisht fëmijët janë duke pushuar. Falenderojmë për pritjen drejtoreshën. Enti parashkollor është një enti më i rëndësishëm në kuadër në gjithë institucionin në komunën e Preshevës, aty ku fëmijët e tanë prej moshës 0, ku duhet të kenë një kujdesje të veçantë. Unë jam e njohur me të gjitha situatat këtu dhe di se motrat këtu edukatorit ka një kujdes të posaçëm për fëmijët, duke filluar prej moshës 0 deri në klasën 0 ose në atë të parashkollor. I falenderoj për përkujdesjen dhe nga ne si pushtet lokal normal që jo vetëm për këtë institucion, përkujdesi qasja do tjetë për të gjitha institucionet shkollore, por ky si institucion që është me një rëndësi më të posaçme, më të veçantë, atëherë do duhet një përkujdesi edhe më të madhe, do të mundohemi që në të ardhmen edhe më tepër të japim një ndihmë më të mirë, më të madhe si drejtoreshës, si motrave, për të mirën e fëmijëve tanë dhe gjithë shoqërisë. Faleminderit. Normalisht që e kena përqendrimin ton, sidomos në këtë nivel të nxënësve, të fëmijëve ton, e cila është ardhmja jonë, më të fokusuar. Ne sot unë kam qenë seftë sot në këtë institucion, dhe jam i befasuar nga ambienti dhe nga stafi, nga drejtoresha dhe stafi i saj, në lidhje se si e kanë trajtuar dhe si e kanë mirëmbajtur këtë institucion në nivel, i cili për mua është i kënaqur. Megjithatë, ne kemi ende disa gjëra ku duhet të intervenohet. Nyjet sanitare edhe këtu janë në moment që duhet të intervenohet ose të sjellen në një nivel i cili është i kënaqur, sidomos për prind edhe nxënës, por edhe për stafin edhe për të tjerë, që ta ngrisim edhe më shumë nivelin e këtij institucioni.
Gjithashtu unë e vrejta që edhe kemi mangësi në të një pediatër, ashtu është? Po, pediatër. Ne kena pediatër, thonë në Gjermani, si zalë ndeti, ki pediatër në Preshev. Unë mendoj që pediatrët të cilët jetojnë dhe punojnë këtu e kanë një mundësi me tregu humanizmin të cilën e sjell vetë profesionin e tyre, duke angazhuar këtu në mënyrë vullnetare dhe duke i trajtuar fëmijët tonë në nivel që ne të gjithë jemi të sigurt që i sjellmi këtu në rast nevoje, e kështu që i bëj një apel pediatrëve që të organizohen, të bëjnë një farë lloj plani dhe të vinë këtu të shërbejnë në mënyrë vullnetare. Ne kena haruar se në Gjermani ne kena përafërsisht 4 milion persona të regjistruar të cilët në mënyrë vullnetare punojnë në institucionet publike të komunave dhe të shtetit. Kështu që shteti nuk mbahet vetëm me njerëz të cilët profesionalisht edhe paguhen nga kjo, por mbahet edhe me njerëz të cilët vullnetarisht kontribuojnë në të. E kështu që kjo është një apel. Ne në të ardhmen do të instalojmë me siguri edhe një grup i cili është tërditor këtu në qendër, për arsye se kena hasur në informaciona nga print të ndryshëm, të cilët e kanë problematikën që të dy palët nga printit punojnë brenda ditës dhe nuk kanë ku ta strehojnë fëmijën, edhe ne kena hasur në mirë kuptim, edhe do ta instalojmë edhe një grup i cili këtu do të jetë në përkthjellje të përditshme në mënyrë tërditore. E kështu që ne vetëm po mundohemi të avancojmë sidomos këtë nivel të shoqërisë tonë. Dhe një herë theksoj, ne do të kuptojmë se fëmijët tonë janë më shtrenjtë, të cilët ne posedojmë dhe do të investojmë sa më shumë në fëmijët tonë. Si në këtë nivel shkollor që do bëjmë strehimin tërditor, ashtu siç e ke edhe kryetaria më herët në shkollën Ibrahim Kelmendi, qetrarësi si vjet është që do ta kemi lëndën e notit, ne po mundohemi si pushtet lokal të instalojmë ndryshime të cilët nuk janë vetëm ndryshim make-up, po janë ndryshime kualitative edhe i sjellin të mira fëmijëve tonë. Një shtator i fillimi i vitit të ri shkollor 2016-2017 surse viteve të tjera dhe këtë vit është shqetësuese sepse ka rënje të numrit të nxënësve nëpër shkolla, çka rrezikohet shurja dë një paralele dhe largim nga puna. Shqetësim tjetër për shkolla shqipe në luginën të Preshevës është edhe mungesa teksave shkollore, çka nxënësit shqiptar janë penge politikës që akoma me vite të tëra nuk zgjidhin problemin e teksteve shkollore, çka ende punohet me tekste të vjetruara, çka vështirëson procesin e rregullmosshmor për të zhvilluar ashtu siç duhet.